Vetëm pak kohë na ndaj nga kurorëzimi i Miss Shqipëria 2026 dhe emocionet janë çdo minutë më të forta për 25 finaliste që do të ngjiten sonte në skenën e amfiteatrit të Pogradecit. Dita e fundit para spektaklit ka qenë e mbushur me angazhime intensive dhe përgatitje të pandërprera. Konkurrentët realizuan ngrimin për provën gjenerale, duke testuar paraqitjen e tyre për natën më të rëndësishme të këtij rrugëtimi. Më pas, vajzat morën pjesë në inaugurimin e rrugës Naim Frashëri, një prej zonave më të rëndësishme historike të Pogradecit. Pas restaurimit të plot, ndërtesat e kësaj lagje kanë rifituar pamjen autentike të dikurshme, duke ruajtur identitetin dhe vlerat historike që e karakterizojnë qytetin. Pas aktivitetit, vëmendja u përqendrua sërish tek provat gjenerale. Finalistët dhe stafi realizuan detajet e fundit të spektaklit, duke koordinuar çdo element që do të sjellë në skenë një mbrëmje plot emocion, elegancë dhe surpriza. Ndërkohë në amfiteatrin e Pogradecit, gjithçka është gati për natën finale. Spektakli do të shoqërohet nga performancat e artistëve të njohur, Lore, Stine, Stresi, Davis Gjerahu, grupi Fisnikët e të tjerë, të cilët pritet të japin edhe më shumë energji mbrëmjes. Pas javësh të tëra përgatitjesh, sfiladash dhe eksperiencash të paharrueshme, sonte do të zbulohet emri i vajzës që do të mbajë kurorën e Miss Shqipëria 2026. Gjithçka transmetohet live në orën 21 në ekranin e Vision Plus, në një mbrëmje që premton emocion, spektakël dhe shumë surpriza.